الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla falenderoj, prej tij falje dhe ndihmë kërkoj, salavatet dhe selamet dërgojmë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata besimtarë që pasojnë me të mirë deri në ditën e fundit. Xhamati nderuam, Allahu Azza wa Jalla në surën Yunus thot, duke ju drejtu krejt njerëzimit pa përjashtim, thot ja ejuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerëz, thot Allahu Azza wa Jall, ju ka ardhur këshill prej Zotit të juve, ju ka ardhur ilaç edhe shërim për gjoksat dhe brenda gjoksave që keni ju ka ardhur mëshirë edhe udhëzim për besimtarët. Pra në këtë ajet, Allahu Azza wa Jall shpalljen e tij që ja zbriti pejgamberit alayhi salatu wassalam e emroi me 4 emra, e cilësoi me 4 cilësi, tha libër i këshillës. Kurani këshillon, përgëzon edhe paralajmëron. Kurani përgëzon, po gjithashtu Kurani edhe kërcënon. Kurani e këshillon besimtarin edhe e nxit për çdo të mirë, sado që ajo edhe e vogël të jetë. Një ashtu Kurani këshillon dhe ndalon nga e keqja edhe më e vogla. Kurani e nxit besimtarin për synime, qëllime edhe ambicie të larta. Dhe e kundërta, Kurani ndalon që besimtari me pas ambicie të ulta ose qëllime, synime të ulta, qofshin ato fetare apo qofshin ato të dunjos. Pra feja, Kurani, shpallja të cilën ja ka zbrit Allahu pejgamberit alayhi salatu wassalam, e nxit besimtarin që në këtë dunja, pra duke fillu prej besimit të vet, devotshmërisë dhe afrimin me Zotin e vet, t'i ketë synimet e larta, t'i ketë qëllimet e larta, të ngritet sa më lart. Dhe gjithashtu kjo vlen edhe për punët e dunjos. Pra feja nxit që besimtari me ngrit sa më lart, me zhvillu veten edhe me ngrit veten. Pra Allahu fillimisht tha libër i këshillës. Një ashtu tha libër është ilaç edhe shërim për atë që i keni brenda gjoksave tuaja. Pra është ilaç edhe shërim para se me qenë ai ilaçi i magjisë siç e njihni ju, është ilaç i shpirtit, pastrimit të shpirtit, pastrimit të egos, pastrimit të sëmundjeve që i kena në shpirtin edhe në zemrat tona. Edhe ato veset e këqija, pra me dijen që e ka Kurani, me këshillën edhe argumentet, i pastron krejt ato cytjet, krejt ato mendimet e këqija apo dyshimet, dhe një ashtu pra është ilaç edhe për tjerat sene. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e përmendi se është edhe udhëzim. Për kanë është udhëzim? Allahu Azza wa Jall në Kur'an, në fillim të Kur'anit të surës Al-Baqara, tha huden lil muttaqin. Ky libër është udhëzim, pa dyshim. Mirë po është udhëzim për të devotshmit. Është udhëzim për ato që e kanë vendos me ju nënshtru Zotit të vet. Për ato që kanë dëshirë me ja nënshtru shpirtin krijuesit të vet. Pra për këtë është udhëzim. Dhe një ashtu tha është mëshirë veçanti për besimtar. Mëshira, bereqeti dhe mirësia e këtij libri pa dyshim se e përfshin në veçanti besimtarit. Pas këtij ajeti, pasi që Allahu i përmendi këto 4 cilësi për librin e tij, pra këshill, ilaç edhe shërim, udhëzim edhe mëshirë, tha kul bi fadlillah, tha o Muhammed, thuju tha besimtarve, let gëzohen me mirësinë edhe mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Kjo është më e mirë sa ata që grumbullojnë prej jo besimtarve, prej të mirave të dunjos. E tash, kur Allahu e përmend mirësinë edhe mëshirën në këtë ajet, çfarë do me thonë? Ulemat e kanë përmend se mëshira dhe mirësia në këtë ajet
ku Allahu na urdhëron që ne si besimtar me u gëzu me këto dy të mira. Pra mirësia është kjo shpallje, mirësia është besimi, mirësia është udhëzimi pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe mëshira Allahut azza wa jall është që neve na ka bë hisetar, na ka bë pjesëtar të kësaj mirësie, të këtij misioni ose të këtij besimi që është në besimin në fenë e Allahut azza wa jall. Edhe kjo tha Allahu thuaj se kjo është më e mirë se sa ato kënaqësitë, lezetet apo mirësitë e dunjas që koncentrimin edhe fokusin më të madh ato e kanë jo besimtarët. Jo se feja të ndalon prej të mirave të dunjas, mirë po nëse e man fokusin, koncentrimin vetëm të çaj mirësia e dunjas, që ata do më thonë feja e ndalon edhe e kritikon. Mirë po nëse i krahason, si në këtë rast qysh Allahu azza wa jalla ka përmend, atëherë padyshim se feja, këshilla, shpallja pejgamberit alayhi salatu wassalam është më e mirë se sa ata që e grumbullojnë prej pasurive të dunjas. Kur po e përmeni shpalljen, ndoshta juve ju shkon mend namazi, ndoshta juve ju shkon mend agjërimi që vetëm se e kalon, ndoshta juve ju shkon mend zeqati apo haxhi. Mirë po islami si islam është shumë më i gjatë, nuk përkufizohet veç në këto 3 apo 4 ibadet. Kur tham për këtë mirësi që Allah azza wa jall na ka ndëru dhe na ka mundsu pra me qenë hisetar në këtë mirësi, e kam për qëllim edhe atë që është respekti ndaj prindit, është mëshira edhe kujdesi ndaj të voglit, është edhe mirëqenia apo afrimi me farefisin, është edhe bashkimi, afrimi me musliman, është edhe ajo ku na ndalon pra feja Allahut azza wa jall mos me mashtru një tjetrin. Hyn edhe ajo që mos me xhelozu një tjetrin, hyn edhe ajo që mos me urry një tjetrin. Krejt që to, po edhe shumë tjera që ndoshta nuk na premton koha me i përmend, krejt këto hyn te çajo mirësia me të cilën Allahu azza wa jall na ka urdhëruar që na mugzu. Pra me çto mirësi, me çto këshilla, me çto udhëzime që Allahu azza wa jall na ka porositur neve në Kur'an, me çto duhet mugzu besimtari. Mirë po këtë gëzim edhe këtë mirësi padyshim e vlerëson edhe e din, falenderon ai i cili e ka zemrën të mbusht edhe gjallë me iman, me besim, edhe ja di vlerën këtyve të mirave. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Festat apo bajramët, po ndoshta edhe dita e xumah që janë festat e muslimanëve, këto janë adhurim edhe madhrim, nuk është veç një traditë e thjeshtë. Pra besimtari kur feston bajramin, feston ose fitër bajramin ose kurban bajramin, le ta dinë se e madhëron Zotin e vet. E adhuron Zotin e vet përmes këtyre festave. Për atë kur i nini hoxhallar duke u ndalu se nuk lejohet me u përngjasu, po as me i festu festat e feve tjera, edhe festat e kulturave të huja, atër ta dini për shkak se festa në fenë Allahut azza wa jall është ibadet, është madhërim. Edhe për atë ja vlen me përkujtu se madhërimi bëhet ashtu qysh Allahu azza wa jall apo pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësu. Ashtu siç e përmendi edhe hoxha më herët se kjo fest, ky ibadet, ky madhërim fillon me tekbire. Fillon me tekbire dhe falenderim që Allah azza wa jall na mundsoi me kalu pra muajin e Ramazanit, dhe lusë Allahun që krejtve muslimanëve tua kish pranu dhe të kish mi dal me gjunahet falura, po pastaj e madhëron Allahun azza wa jall për këtë fest, duke e madhëru deri në namazin e Kurban Bajramit. E pastaj ta pejgamberi alayhi salatu wassalam ditat e festave janë të ndaluara me agjëru. Pra ai i cili na e obligoi agjërimin një muaj rishtazi, ai na e ndaloi që me agjëru në ditën e festës. Tha pejgamberi Allahut në këtë ditë është ditë ushqimi, ditë pije edhe haje edhe ditë gëzimi. Mirë po padyshim ky gëzim edhe ky argëtim duhet me qëndru në suazat të lejumes që Allah azza wa jall e ka leju në halal me madhrim, jo
ashtu siç ndoshta ka gabime apo devijime me të cilat domethënë bën gabim besimtari nëse manifeston gëzimin e vet ashtu. Ndërsa për në fund ta pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i takoi pra besimtarët në Medinë që i kishin disa festa para Islamit, thanë çka janë këto festa? Thanë sahabët, shokët e tij, thanë janë disa festa që ne i kena festuar më herët, tha Allahu azza wa jalla ka zëvendësu me më të mira, ajo është Kurban Bajrami edhe Fitr Bajrami, ndërsa për fund e përkujtoj, siç përkujtoi edhe hoxha se kjo fe nuk është vetëm fe e haramit, që ta cakton haramin apo ndalesën. Bile e kundërta, halali e lejumja është më shumë se harami. Nëse e marrmi me e numru, haramin e ki ngjishta. Mirë po halalin nuk mundesh me llogarit. Halal ki sa dush. Pra kjo fe na mëson se është fe e argëtimit, është fe e lehtësimit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Yessiru wa la tu'assiru." Lehtësoni, mos vështirësoni. Afroni, mos u largoni, mos u përçoni. Këto ishin mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa padyshim është e kërkuar prej besimtarit me manifestuar gëzimin e vet në këtë ditë, edhe është ibadet, është madhërim, mirë po nuk dyshoj se çdo besimtar gëzimin, lumturinë ditën e sotit nuk e ka të plot. Nuk e ka absolute, përderisa e dim se ka musliman aty këtu ku i vujnë këtë ditë, lëndohen këtë ditë, maltretohen këtë ditë edhe dhunohen këtë ditë, padyshim se nuk është gëzimi jon i plot, mirë po e lutim Allahun që bajramet e ardhshme krejtë musliman të shijojnë me komoditet, rahati edhe kënaqësi me familjet e tyre, me rrethin e tyre, ashtu siç Allahu azza wa jall na e ka lehtësuar dhe na e ka mundsuar neve këtu si musliman. Lusë Allahun azza wa jall pra që t'u lehtëson krejt muslimanëve dhe për në fund e shfrytëzoj rastin që të gjithëve t'u uroj bajramin bashkë me familjet edhe rrethin e juve. Allahu ju shpërbleft. Walhamdulillahi rabbil alamin. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه